Proceset të transformimit, ky parlament po i kalon. E keni zegjinizuar këtë parlament. E dini ç'do thot zegjinizim të parlamentit. Zoti Noka, ju lutem, kontrolloni fjalorin. Zegjinizim. Çfarë keni bërë këtij parlamenti? Kur dëgjon, për shembull, kur dëgjon atë parafolsin, të vjen turp që je në këtë sallë. Ai vjen herë me ilaçet pira, herë me ilaçet papira. Kur ishim ne në pushtet, herë ma sillte Shpëtimi Drizi si qam, herë ma sillte Vangjel Dulja si grek, herë ma sillnin si lap, dhe kur më kanë thonë që është këtu, kanë thonë, ore, çfarë është ky njeri se di domethënë. Disa herë ma sillnin me ilaçet pira, herë me ilaçet papira, në zyrën time po flasën. Pra, e kupton çfarë keni bërë këtij parlamenti. Ore, ç'a borxhi ju kanë shqiptarët për këtë katandisje që keni. Procedura, zoti Noka, cila është procedura? Tani, tani kanë 4 muaj që shqiptarët presin që këtu të jepni një shembull të asaj që ju keni thënë para 13 vitesh në këtë parlament, kreu juaj Narkosi, para 13 vitesh thoshte, do t'i japim fund pandëshkueshmërisë. Do të bëjmë reformën në drejtësi për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë. 4 muaj. Të kapur profyti, po jo vetëm profyti, edhe për të tjera gjëra. Ju ka sjell dhe ju ka mbështjell Belinda, ju ka zvarritur dhe ju ka përzhitur për të ardhur te kjo ditë që të gjithë kokullur, duke filluar nga kreu juaj Narkosi, të gjithë të poshtruar para saj, të gjithë të gjunjëzuar para saj, rrini këtu dhe të lutem, se do më rrezësh kohën sa dola dhe këtu. Të gjithë këtu ju rrini, e di si të rrini, faqe zez, si me qenë eunuk në oborrin e një sultani, të cilët nuk kanë këllqe për asgjë tjetër, vetëm për të qenë shërbëtor dhe shërbëtor. Shiko ku është një mega skandal. Mbaroj koha. Po çfarë ju lutem tani? Urdhro? Okej, përfundoni fjalinë. Shqiptarëve vetëm një gjë do t'ju themi. Ju të dashur qytetarë këtij vendi, keni provuar burg për 5.000 lekë të vjetra që s'keni patur mundësi të paguani energji. Keni provuar burg për një çati që keni rikonstruktuar. E kanë futur sot në ligj edhe burg për parkim dysh. Pra për ju vetëm termi burg ka ne mbi kokën tuaj 13 vjet nga kjo band plaçkicish. Ndërsa kur vjen puna te këta, jo. Ju jeni qytetarë dorës dytë, ndaj ju keni burgun, ligjin. Për këta s'ka ligj, sepse këta janë maliqi. Këta vjedhin, po vjedhja e tyre është vjedhje intelektuale, sepse të vjedhësh miliarda do të thotë që je intelektual sipas tyre dhe nuk i kap ligji se bëjnë ligj për të mbrojtur nga ligji. Ndërsa për ju ligji ju rri mbi kokë dhe burgu nga mëngjesi darkë për t'ju terrorizuar. Por mos harroni, kjo tregon panik. S'ka kuptim, të lutem. Kërkuar fjalën për replik? Po zoti kryetar. Ndaj meje apo ndaj kujt? Ndaj zotit Noka. Se ndaj meje nuk lejohet. Ndaj zotit Noka. Kam fjalën nuk lejohet replik me replik. Po me qënëse e thatë do ta kam nga diku ku tha dhe ju. Si të duash. Ka rëndësi. Nëse i drejtohesh, ka të drejtë në replikës. Zoti kryetar, në fakt replika ishte ndaj zotit Noka, po me qënë se ju vlerësoj si një ndër kryetarën më të mirë që ka pasur ky kuvend në histori, dhe dëgjoj me vëmendje kritikat tuaja, nuk donte shumë kohë që kritika juaj të binte poshtë. Përvoja parlamentare jo do e mos rëfen të qeni një deputet i mirë, dhe sa po e përfunduat këtë replik e faktoj zoti Noka, se përvoja nuk është i vetmi tregues. Sepse u qua edhe gënjeu dhe foli me gjasme për takimet të mia në zyrtatim.
dua që ta saktësoj për publikun që po kam qenë një herë te zoti Noka si gazetar për ta marrë në intervistë. S'kam qenë me asnjë politikan ndonjëherë në zyrën e zotit Noka, kurrën e kurrës, dhe për këtë madje i prish punë Evangel Dulës duke e përmendur sot se nuk më prish punë mua. Zotin Dule nuk e njoh personalisht, kam qenë shpesh në përballje ndaj tij, por zoti Noka është epitomia e se si nuk duhet jetë politika shqiptare. Ka qenë në vitet kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet, ku të gjithë duhet të shkonin në zyrën e tij dhe pastaj të bëheshin drejtor, dhe befas pastaj dilte edhe prej këtij procesi me në një apartament shtesë në Sarand, ku kuksianët e tij dilnin pronar në Sarand. Dhe kjo tregon mënyrën se si ka funksionuar qeveria e Partisë Demokratike. Ndërsa sot është thjesht një kalk i shëmtuar i doktorit që është origjinal. Dhe politika nuk mund të bëhet me kalqe. Kemi dhe 2 fjalë për procedurë, zoti Strazimiri dhe